shumë njerëz i bëjnë gjunahet me mendimin se aty do ta gjejnë lumturinë dhe kënaqësinë. Do thonë i bën gjunahet se nuk e njeh Allahun, i bën gjunahet se nuk e di rrezikun, i bën gjunahet, po një prej aty në shkaqeve të rëndësishme që nuk mund të lihen anash, është edhe kërkimi i kënaqësisë edhe i lumturisë brenda në ato gjuna. Dhe dikush e pin alkoolin, dhe dikush bie në zina, dhe dikush merret me bigjoz, e kështu me radhë, gjunahet e mëdhaja, njerëz i bajnë në shumë raste për me gjetë kënaqësi. Dhe gjejnë një lloj kënaqësie momentale, një lloj kënaqësie të shkurt, e cila pas asaj kënaqësie shkakton pastaj në një pakënaqësi tepër të madhe dhe në një prishje të lumturisë së jetës së atij mëkatarit, atij gjunaqarit. Dhe është interesant, njeriu e kërkon lumturin, Allahu është ai i cili e jep lumturin, njeriu e kërkon atë në një rrugë në kundërshtim të rrugës së Allahut. Domethënë, o Zot, unë du të jem i lumtur, ama unë du të jem i lumtur jo si don ti. Unë du të jem i lumtur në një rrugë tjetër, ama në atë rrugë tjetër lumturinë se gjen kur. Dhe këtë Allah ka garantuar në Kur'an. Allah ka garantuar në Kur'an. O men arada an dhikri fe inne lehu ma'ishatan banka. Ai i cili ja kthen shpinën Islamit, Kur'anit, fesë Allahut, librit Allahut, ai automatikisht do ta ketë një jetë të vështirë. Tash kur Allahu thot jetë vështirë, krejt me thonë që ky ka jetë lumtur, ky s'ka jetë lumtur. Derisa në fund, siç u përmend, dhe raste të tilla na kena shumë herë që njerëz edhe vetë dikur e pranojnë. Ndoshta një kohë nuk e pranon, përderisa është në vazhdim të atyre gjunahave, po pasi të pendohet e pranon që ashtu është valla. Se unë në kohën që e kam bë këtë dhe këtë, kam ndjen ngushtësi në shpirt, kam ndjen një pikëllim zemër, kam qenë shumë, s'ka mujt me kanë i lumtur. Dhe ajo është garanca fjala Allahut.